Nëse Zoti ekziston, pse s'mund ta shohim me sy? Nëse nuk e sheh me sy, nuk do të thotë që nuk ekziston. Ka shumë realitete në këtë botë që ekzistojnë edhe pse ne nuk i shohim. Shpirti, mendja, e sheh mendjen ti. Energjia ekziston, por ti nuk e sheh. E ka shumë gjëra të tjera, të cilat ekzistojnë, por ti nuk i shikon. Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an ku thot la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Thot atë nuk e arrin, pra shikimi i njerëzve, ai e arrin shikimin e çdo gjëje, Zoti i gjatësisë. Pra siç kuptohet prej ajetit, Allahu i lartësuar është krijuesi i gjithçkaje. Imagjinoje ti përmend Zoti i gjatësisë shikimin e njerëzve. Ti vetëm medito në sytë e tu që ke mballë, që janë patjetër argument për ekzistencën e Zotit. Dhe ti ke shumë gjëra, të cilat pra ke perde, nuk i sheh. Sheh deri diku. Ama shumë gjëra nuk i shikon. Allahu i lartësuar është krijuesi i gjithçkaje. Çdo gjë tregon se Zoti ekziston. Dhe nëse do ta shihnim Zotin e gjatësisë, atëherë besimi do të ishte detyrë, sepse e sheh Allahun e lartësuar. E humbet ajo kuptimi i sprovës. Në këtë botë jemi në provim. A do ta besojmë Zotin e gjatësisë? A do t'i bindemi Allahut të lartësuar? A do ta adhurojmë Zotin e gjatësisë? Ashtu siç ai ka urdhëruar, ashtu siç kërkohet prej nesh si krijesa. Në mënyrë që edhe të vish problemi në botën tjetër. Kush beson, kush adhuron Allahun e lartësuar, pra për cilin tregon gjithçka që na rrethon. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Në vetet tuaja thot Allahu i lartësuar, a nuk shikoni, a nuk meditoni? Si mund të krijohen to vetvetiu? Si mund të krijohet gjithësia vetvetiu? Patjetër që ka një krijues, është Zoti i gjatësisë. Momentin që ti e beson Allahun e lartësuar, e adhuron Zotin e gjatësisë, i bindesh të madhit Zot, atëherë vjen shpërblimi në botën tjetër, xheneti, pra lumturia e përjetshme, dhe atje Zoti i gjatësisë na thot në Kur'an: "Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira." Atë ditë do të ketë fytyra të shndritshme tek Zoti i tyre, do të shikojnë, pra do ta shohin Allahun e lartësuar besimtarët në xhenet. Ndërsa ai i cili mohon, s'do me ditë për Zot, nuk do me ditë se ka krijues, nuk mediton, nuk i bindet Allahut të lartësuar, nuk e adhuron Zotin e gjatësisë, ai do të privohet nga kjo mirësi e madhe në botën tjetër. Nuk do të ketë mundësi ta shoh Allahun e lartësuar. Zoti na rujt, Allahu mos na privoft, dhe Allahu i lartësuar na e mundësoft me e pa të madhin Zot. Amin.